Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Vetëm Allahun e falenderojmë, prej tij falje, ndihmë, rahmet, bereqet, mirësi dhe gjitha begatit i kërkojmë. Përshëndetjet tona nga thellësia e zemrave dhe shpirtrave tanë, ja dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të pastër, shokëve të tij besnik dhe fisnik, si dhe gjithë atyre të cilët e kanë ndjekur, e ndjekin dhe do të ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër, të nderuara motra, sonte është nata e 27 e muajit Rexhep, e cila natë ka të bëjë me një ndodhi dhe me një mrekulli që i ndodhi Muhammedit sallallahu alaihi wasallam në jetën e tij. Prandaj prej në fillim ne themi se kjo është mrekulli dhe ajo është udhëtimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjatë Isras dhe Mirajit. Kemi të bëjmë me dy udhëtime. Udhëtimi i parë është udhëtimi horizontal, nga qabja e bekuar në Mesgjidul Aqsa. Dhe udhëtimi i dytë, cilën e bëri pejgamberi alayhis salam, nga Mesgjidul Aqsa deri në Sidratul Muntaha, apo deri në takimin me Allahun subhanahu wa taala. Prandaj Allahu subhanahu wa taala kur folin Kur'an për këtë udhëtim tha në suratul Isra: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir. Që në përkthim në gjuhën tonë, gjuhën shqipe, do thot i lartësuar është ai, Allahu, i cili brenda një pjesë të natës e bëri robin e tij, e kaloi robin e tij nga Mesgjidul Harami në Mesgjidul Aqsa. Alladhi barakna hawlahu, ai është Allahu i cili rrethinën e të cilës e bekoi. Dhe pse e bëri këtë, thot Allahu, linuriyahu min ayatina, që ne t'ja tregojmë robit ton Muhammedit alayhis salam disa nga argumentet dhe madhështit e tona. Innehu huwa as-sami'ul basir, me të vërtetë Allahu është ai i cili sheh më së miri dhe dëgjon më së miri. Prandaj Miraxhi, Israja dhe Miraxhi nuk mund të kuptohet sipas logjikës njerëzore, sepse kjo është mrekulli dhe fillimi i ajetit Allahu sikur na përgatit duke na thënë Subhanalladhi, i lartësuar është ai, i madhruar është ai, sikur na përgatit neve duke na thënë se keni kujdes, tash po ua tregoj një ngjarje, një udhim i cili është jashtë logjikës njerëzore dhe i cili udhim nuk mund të kuptohet ndryshe vetëm nëpërmjet imanit dhe besimit që e ka njeriu në zemrën dhe shpirtin e tij. Prandaj Miraxhi, Israja dhe Miraxhi mbetet një udhim i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe një mrekulli e papërsëritshme, e cila është jashtë çdo logjike, jashtë çdo kohe dhe jashtë çdo vendi. Udhimi të Isras dhe Miraxhit i paraprin disa ngjarje të mërzitshme të cilët e goditën disa fatkeqësi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Rasti i parë i pikëllimit ishte vdekja e Hatixhes radiallahu anha, grua së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gruaja e cila kur të gjithë e mohuan, ajo e besoi. Ajo e cila kur të gjithë ja kthyen shpinën, ajo e përkrahu dhe e mbështeti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Prandaj dalja nga jeta e Hatixhes radiallahu anha, e cila çdo herë e ka përkrah, e ka mbështet, e ka inspiru, e ka inkuraju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kjo ndarje nga jeta e mërziti thellë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Jo rastisht për vlerën e Hatixhes, më së mirti na tregon një ngjarje e cila ndodhi në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjibrili alayhis salam dhe i tha: O Muhammed, prapa derës
është Hatixheja, e cila është duke të sjellur ushqim. Tha kështu: Allahu më ka dërgu nga 7 katë qiell dhe thuaj Hatixhes se Allahu i ka bërë selam. Allahu e përshëndet Hatixhen radiallahu anha dhe i qon selam duke i thënë se Allahu është i kënaqur me Hatixhen. Prandaj tha Gjibrili: O Muhammed, dërgoj selam edhe nga unë. Dërgoj selam edhe nga unë Hatixhes radiallahu anha, e cila çdo herë të ka mbështetur, e cila çdo herë të ka përkrahur, dhe kur askush nuk të besoi, ishte gruaja dhe personi i parë i cili të besoi. Pastaj ishte vdekja e Ebu Talibit, axhës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai i cili e përkrahu, e mbështeti dhe e ndihmoi dhe e mori në mbrojtjen e tij. Prandaj Ebu Talibi, kur të gjithë mushrikët e Mekës dolën në luftim me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe e kundërshtuan, Ebu Talibi, axha i tij, tha kështu: O Muhammed, ti vazhdo rrugën tënde, sepse unë kam për të mbrojtur ty. Unë do të mbështes ty në çdo aspekt dhe sferë të jetës dhe misionin për cilën je dërgu. Pastaj ndodhi edhe embargo e cila e blokuan muslimanët dhe Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, duke i vëndu embargo dhe duke mos dhënë asnjë vajzë për muslimanët, as duke mos marrë vajza nga muslimanët për martesë, as duke ju dhënë ushqim. Prandaj e bllokuan çdo sistem të jetës, saqë u angushtuan jetën e tyre dhe u vështirësuan jetën e tyre. Kështu erdh Israja dhe Miraxhi, sikur i tha Allahu Muhammedit alayhis salam: O i dashur jem, tu ka lodhur shpirti, tu ka lodhur zemra, tu ka vështirësu jeta, eja tash hip mbi 7 kaçej dhe heke mërzin dhe pikëllimin tanë. Sikur Allahu na thot edhe neve, sepse çdo herë kur vështirësohet jeta jote, çdo herë kur njerëzit ti mbyllin dyert e tokës, Allahu ti hap dyert e qiellit. Prandaj këto ishin disa ngjarje të mërzitshme dhe pikëlluese që i ndodhen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, cila ngjarje i paraprin Isras dhe Miraxhit. Udhëtimi i parë që e bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte Israja, pra nga Qabeja e bekuar në Mesgjidul Aqsa. Udhëtim me të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bëri nëpërmjet një kafshë e cila ishte me emrin Burak, kafshë e cila ishte nga xhenetet e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj Buraku, një hap i Burakut shkonte aq larg sa mund të shkon syri i njeriut, sa mund të sheh larg. Prandaj nga tash disi mund ta kuptojmë se si mund të ndodhte që brenda një pjese të natë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të bënte 2 udhëtime të tilla. E bëri në Mesgjidul Aqsa, xhamia e tretë e shenjtë për besimtarët musliman, për të na treguar gjithë neve sepse Aqsa është e ynia. Mesgjidul Aqsa dhe vend i cilin është ndërtuar Mesgjidul Aqsa është tokë e bekuar dhe vendi i tretë sipas shejtërisë në besimin islam. Kur arriti në Jerusalem, në Mesgjidul Aqsa, Muhammedi a.s. doli imam i krejt pejgamberve. Mesazhi i daljes së Muhammedit a.s., imam i gjithë pejgamberve, ishte për të na treguar se Muhammedi a.s. është
pejgamberi dhe vula e pejgamberis, ose sikur i thanë gjithë pejgamberët, tash o Muhammed na pri imam, sepse Islami tash është në duart e tua dhe ti je ai i cili duhet ta bartish këtë emanet dhe ti je vula e gjithë pejgamberëve. Prandaj udhëtimi i parë ishte drejt Mesxhidul Aqsas, siç tham, për ta treguar shejtërinë e atij vendi dhe për të treguar se Aqsa është vend i bekuar dhe vend i muslimanëve, pa marrë parasysh se kush e posedon apo kush e ka tash në pronësi, mirë po do të vjen koha që ajo xhami dhe ai vend i shenjtë do t'ju kthehet pronarëve të vërtetë. Udhëtimin e di që e bëri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte Miraxhi, apo udhëtimi i pejgamberit alayhis salam nga Mesxhidul Aqsa drejt horizonteve qiellore, apo drejt takimit me Allahun subhanahu wa ta'ala. Prandaj se çfarë pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më së miri na tregojnë hadithet pejgamberike lidhur me këtë ngjarje. Prandaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, isha duke udhëtuar për në Mirax me Xhibrilin alayhis salam dhe pash aty se ishte dhe qëndronte një grua plak, e cila ishte e stolisur me zbukurime të lloj-llojshme. E pyeta Xhibrilin alayhis salam dhe i thash: "O Xhibril, kush është kjo plak?" Xhibrili alayhis salam i tha: "O Muhammed, kjo është dunjaja. Kjo është dunjaja për cilën ju keni vrapu dhe jeni lodh dhe jeni raskapit për ta zanë. Mirë po kjo është dunjaja e cila nuk ka vlerë as pak, dhe ju gjithë fuqit e juve dhe shëndetin e juve dhe mundësit e juve i keni dhanë për ta zanë dunjan, mirë po ajo është sikur kjo plaka e cila vetëm stolit dhe zbukurimet i ka të lloj-llojshme, mirë po përsëri është plak." Vazhduan udhëtimin e Miraxhit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me Xhibrilin alayhis salam dhe pa pejgamberi alayhis salam një grup njerëzish të cilët i kishin thojt e tyre nga bakri, thojt të gjatë dhe nga bakri, dhe sa që mundeshin i grithnin fytyrat e tyre. U çudit pejgamberi alayhis salam dhe tha: "O Xhibril, kush janë këta njerëz?" Tha Xhibrili alayhis salam: "O Muhammed, këta janë ata njerëz cilët kanë shpif në dunja për njëri tjetrin, e kanë përgoju njëri tjetrin, e kanë prek nderin e njëri tjetrit me gjuhët dhe gojët e tyre. Allahu si dënim do t'ju bën që këta ta grithin me thojt e tyre nga bakri dhe të gjatë fytyrat e tyre dhe t'i poshtërson në këtë mënyrë ashtu siç i poshtërsuan këta njerëz vlezrit dhe motrat e tyre, duke prekur me fjalët dhe thashëthejmet dhe përgojimet e tyre në nderin dhe në namuzin e tyre." Vazhdoi udhëtimi dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pa një grup njerëzish të cilët nëtonin në një det me gjak dhe gëlltitnin gur. U mahnit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe tha: "O Xhibril, kush janë këta njerëz?" Tha Xhibrili alayhis salam: "Këta janë ata njerëz cilët e kanë ngranë kamatën dhe nuk e kanë pas frikë Allahun që e ka bën haram." Tha: "Këta janë ata njerëz cilët e kanë përdor kamatën, e kanë ngranë kamatën, kanë punu me kamat, dhe Allahu si dënim ditën e gjykimit do t'i bën këta njerëz që të notojnë në detin me gjak dhe të gëlltitin gur." Vazhdoi udhëtimi dhe tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha: "Pash disa njerëz cilët para vetit të tyre kishin pjata me mish të freskët, me mish të zier, mirë po nuk e hanin atë mish."
Tha, ata bëshin gara dhe vraponin të shkonin të marrin një mish i cili ishte i prishur dhe i qelbur. Dhe i thash, o Gjibril, kush janë këta njerëz? Pse nuk e han mishin e tyre të freskët që e kanë para vetëve të tyre, por vrapojnë pas mishit i cili është i prishur? Tha Gjibrili a.s. O Muhammed, këta janë ata burrat cilët i kanë pasur gratë e veta në shtëpit e tyre, i kanë pasur halal dhe kanë dalë dhe kanë bë amoralitet dhe zina me gratë të cilët i kanë pas haram. Duke pasur gruan e tij në shtëpi halal që Allahu ja ka bën halal, ai vrapon dhe bën zina dhe amoralitet me gra të huaja dhe Allahu si dënim këtyre burrave do t'ju jape që të hajnë mishin e prishur dhe të qelbur duke pasur mishin e freskët dhe të zier. Prandaj, duke vazhduar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pa shumë ngjarje dhe shumë ndodhi, cilët nuk do të mundemi që ne në këta minuta të shkurtra të përmendim të gjitha, mirë po kjo na jep neve një mësim se ne duhet që ato që Allahu na ka leju t'i veprojmë. Nga ato që Allahu na ka ndalu, ne të largohemi dhe mos t'i shfrytëzojmë, duke na dhënë mësim se ne nuk duhet që t'i afrohemi zinas, ne nuk duhet që ta hajmë kamatën, ne nuk duhet që ta keqpërdorim dhe ta në përkëmbim derin e vëllezërive dhe motrave tona me gojet dhe gjuhët e tona, sepse nderin këtë botë është më i shenjtë se çdo gjë. Në takimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me Allahun fuqiplot, Allahu ja dha një përgjegjësi, një obligim, i cili ishte për ummetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam derisa të ekzistoj kjo botë. Dhe ai obligim ishte namazi, falja e namazit. Sikur Allahu fuqiplot dëshiron që na tregon nëpërmjet Miraxhit, sepse krejt obligimet u bën fars në tokë, u bën obligim në tokë, sikur që është agjërimi, zeqati, haxhi apo shahadeti dhe gjitha llojet e obligimit, Allahu i bëri obligim dhe farz në tokë. Vetëm namazin e bëri Allahu obligim mbi 7 qej, për të na tregu vlerën dhe rëndësinë e madhe që e ka namazi. Prandaj edhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, namazi është miraxhi i besimtarit. Prandaj çdo herë kur njerëzit ta mërzitin jetën tënde, ose çdo herë kur njerëzit të pikëllojnë, ose të ofendojnë, ose të mërzitin, sikur tha pejgamberi islam, unë e bëra miraxhin, mirë po për besimtarët dhe për ummetin tim, çdo kush është namazi, është miraxhi i besimtarit. Prandaj edhe kur u kthye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga miraxhi, nga udhëtimi që e kishte bërë brenda një pjese të natës, shumë pati nga ata që nuk mund ta besonin, sepse thamë edhe në fillim, ishte jashtë logjikës njerëzore, sepse Muhamedi alayhis salam nuk e bëri këtë udhëtim, Allahu ja bëri këtë udhëtim me aftësitë e tij të pakufishme dhe me mundësiat e tij të pakufishme. Prandaj vetëm një sekuencë të shkurtë kur i treguan Ebu Bekrit radiallahu anhu dhe i than, a je duke dëgju dhe a je duke e ditë se çfarë thot Muhamedi alayhis salam? Ai tha, jo, nuk e di. Tha, ai po thot se brenda një pjese të natës ka udhëtuar nga qabja e bekuar në Mesjidul Aqsa, dhe nga Mesjidul Aqsa ka bërë edhe udhëtimin e Miraxhit dhe krejt ngjarjet që i përmendëm, thot se i ka përjetu brenda një nate. Ebu Bekri u përgjigj kështu. A e ka thënë Muhamedi alayhis salam?
Mushrik t'i thanë, po, tha unë i besoj. Tha i beson, tha unë i besoj Muhammedit a.s. sepse ai është besnik, ai është el emin, besniku i cili nuk ka gënyer asnjëherë, nuk na ka mashtruar asnjëherë. Dhe unë i kam besu për një gjë edhe më të madhe. Tha cila është ajo gjë? Tha i kam besu se Allahu është i vetëm dhe sa ai është rob dhe i dërguari i Allahut. Prandaj i tha, unë i kam besu edhe me një tjetër gjë. Tha, cila është ajo gjë? Tha, ja kam dorëzu, tha, vajzën time. Ja kam dhënë emanet vajzën time. Ajo e cila është më afër shpirtit dhe zemrës time. Ajo e cila më djeg më shumë ti është vajza ime. Tha, unë ja kam dhënë në emanet ati, prandaj çdo gjë që ka thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ajo është e vërtetë. Prandaj një mesazh nga Israja dhe Miraxhi. A kemi edhe unë dhe ti një shok sikur e kishte Muhamedi a.s. Ebu Bekrin? A na beson neve shoqëria jonë, rrethi jonë? A jena aq besnik dhe drejt sa që në çdo thënien tonë na besojnë edhe familja, edhe fëmijët tonë, edhe rrethi jonë, apo nuk kemi shok të tillë? Prandaj fillimisht le të bëhemi ne besnik dhe të drejt, duke mos gënyer asnjëherë, duke mos tradhuar asnjëherë, me siguri se edhe Allahu do na bën një rreth dhe një shoqëri të tillë sikur Ebu Bekri radhiyallahu anhu.